Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, gjithashtu dhe në TikTok, duke ju paralajmëruar që videot e plota mund t'i dëgjoni vetëm në YouTube, ndërsa në TikTok janë një fragment i vogël. Do të flasim tani për Inën edhe Kesin, që në momentin e parë kur Ina u bë pjesë e shtëpisë së Big Brotherit, erdhi me një lloj mesazhi, nuk them emision, sepse emision nuk ishte ajo. Ina që nga jashtë hyri me bindje të plot, ishte Kesi në fakt ai që u afrua më së shumti tek Ina. Unë e kam thënë që në start që Kesi do të përzgjidhte Inën, tani duke analizuar në detaje dhe duke e njohur funksionimin e lojës dhe duke njohur karakterin e Stelinës edhe të Kesit, dy persona me ego shumë të fortë, dy persona me koklartësi shumë të madhe, dy persona me mlef shumë të madh, me patjetër që në këtë rast fiton i treti. Që nga dita e pardjeshme, në fakt natën e mbrëmshme në Prime nuk u shfaq videoja gjatë bisedës kur Ina dhe Kesi bënin dhomën e grimit që i premtonin njëri tjetrit mbështetje, por natën e mbrëmshme Kesi e dha këtë mbështetje. Tani, unë e prisja që Stelina nuk është se do të duar trokiste Inën, edhe pse Ina u prek shumë me rastin e Stelinës. Okej, e kemi vënë para gjykimit Inën, e kemi gjykuar sepse ka hyrë me një video shumë të rëndë dhe nuk tolerohet në asnjë mënyrë që të përçajë një çift, por koklartësia e Stelinës e bëri që Ina të fiton në këtë moment. Tani Kesi dhe Ina janë pothuajse çift. Dita e sotme nisi me puthje, nisi me përqafime, nisi me ledhatime. Do me thënë, Stelina humbi atë dashurinë e madhe të Kesit dhe atë vlerën që Kesi ja jepte. E humbi nga fakti sepse Stelina kishte gjithmonë përpara vetes atë inatin edhe mlefin për Kesin, ndërsa Ina luajti një rol shumë interesant. Tani Kesi i thot Inës që ti do t'jesh e fituar në këtë lojën. Jashtë thot do ndryshojnë gjërat, sepse unë te Kesi shoh një djalë shumë të mirë, shoh një djalë të vërtet shumë. Pa marrë parasysh, do me thënë lojës që bëhet, mua Kesi më duket një djalë i vërtet. Zakonisht tek ne njerëzit që janë njerëz të cilët godasin fort në tavolinë dhe kërkojnë të drejtën e tyre paragjykohen. Por e shoh që u ndërtua ky çifti i parë, gjë e cila e mban Inën tani brenda në shtëpi. Do me thënë, ky çifti i ndërtuar me patjetër që do të djegën Eriku në këtë lojë. Ina e luan deri diku viktimën, sepse unë e shoh që Ina është kjo goca e dashur, e mërzitur, e ëmbël, pozitive, që do me thënë është shumë e thyer dhe kërkon pak mbështetjen e Kesit, përqafimin e Kesit, një përqafim do t'i ndryshonte shumë disponimin e tjerë e tjerë. Do me thënë kjo është komplet strategjia e saj, nuk është e vërteta e saj, e bën që Kesit ja merr vëmendjen. Do me thënë Ina ja mori shumë qetë Kesin Stelinës. Çfarë mendim keni ju?